që nga fillimi i vitit 2023, ritmi i jetës sime kishte ndryshuar pa ndonjë paralajmërim. Unë kisha punuar për vite me radhë në sektorin privat, një karrierë që fillimisht më kishte dhënë emocion dhe perspektivë, por që me kalimin e kohës po transformohej në rutinë të bezdishme dhe monotone. Në mënyrë të natyrshme, vendosa të angazhoj një shofer privat. Ai nuk ishte thjesht një shofer, ishte dikush që do të më shoqëronte në darkat, takimet e biznesit dhe në udhëtimet e gjata që shpesh më detyronin të lija qytetin për në fshatrat dhe qytetet më të largta të Shqipërisë. Shoferi im quhej Ledion Hysa, një djalë i ri nga Durrësi, rreth 29 vjeç, me një profesionalizëm që shënohej menjëherë në mënyrën se si ecte dhe fliste, por që gjithashtu mbante një natyrë të qetë dhe të rezervuar. Nuk e dija shumë për jetën e tij personale, dhe ndoshta kjo ishte ajo që më tërhoqi më shumë, misteri i lehtë që rrethonte. Çdo mbrëmje, kur dilja nga zyra ose nga ndonjë takim që zgjaste deri vonë, ai ishte aty, duke pritur me makinë të ndezur, motori i saj duke përshtyelluar një tingull të heshtur, por të besueshëm. Shpesh, për të ndihmuar të kalonte monotonia e rrugës dhe për të ruajtur një farafërsie, fillova t'i ofroja kafe. Jo vetëm si shenjë mirësie, por edhe si një ritual i vogël i përditshëm që më ndihmonte të ndjehesha më njerëzor në mes të një jete që po bëhej gjithnjë më e largët nga emocionet reale. E dija që Ledioni kishte shije të veçantë, ai preferonte kafen e zezë të fortë, me pak sheqer ose as pak, dhe gjithmonë e pranonte të nxehtë me një përshëndetje të thjeshtë, pa shumë fjalë, por me një vëmendje që e bënte rutinën të ndjehej më ngrohtë. Fillimisht, kjo ishte thjesht një gjest i vogël, por me kalimin e javëve, kafeja u bë një lidhje e heshtër midis nesh. Nuk kishte biseda të gjata ose diskutime të panevojshme. Ishte thjesht një rit i përbashkët, një shkëmbim i heshtur që fliste më shumë se fjalët. Dhe ndoshta më shumë se sa e kuptoja, kjo rutinë po ndryshonte mënyrën se si e shikoja jetën dhe njerëzit rreth meje. Një mbrëmje, ndërsa dielli sapo po zhdukej pas horizontit, unë u gjenda në rrugët e Tiranës që ishin të mbushura me dritat e neonit dhe tingujt e makinerive. Një ndjesje pazakontë qetësie më përshkoi, ndërsa u afrova te makina ime. Ledioni ishte aty, si gjithmonë, duke pritur. Por ajo natë ishte ndryshe. Diçka në mënyrën se si ai e drejtonte makinën ose në heshtjen e tij të zakonshme, më bëri të ndjeja se diçka po ndryshonte. Nuk kishte asnjë fjalë, vetëm një vështrim i thellë dhe i qetë, që dukej sikur donte të thoshte diçka por nuk guxonte. Ditët dhe javët kaluan. Në këtë periudhë, fillova të vëzhgoj më shumë se zakonisht qytetin. Tiranë, me trafikun e saj të pandërprer, me pallatet e larta që dukeshin sikur sfidonin qiellin, me tregjet e mbushura me njerëz që lëviznin me shpejtësi, po më jepte një ndjesi të çuditshme. Ishte një qytet i gjallë, por që në të njëjtën kohë ndjehej i izoluar në disa qoshe të tij. Fillova të kuptoj se çdo natë, gjatë udhëtimeve të gjata me Ledionin, po më mësoi më shumë për natyrën e njerëzve dhe për mënyrën se si jetët tona ishin të ndërlidhura pa e kuptuar. Në një rast, gjatë një udhëtimi të gjatë për në qytetin e Vlorës për një takim të biznesit, unë fillova të vëzhgoj jo vetëm rrugët dhe ndërtesat, por edhe fytyrat e njerëzve që takonim gjatë rrugës. Një ndjesi e thellë e njohjes dhe e humbjes së tashmes më pushtoi. Për një moment, qyteti i Vlorës dukej më i madh dhe më i heshtur se sa ndonjëherë. Ledioni, si gjithmonë, qëndronte i heshtur pas timonit, por kishte një qetësi në të që më jepte një farë sigurie dhe stabiliteti në mes të kësaj bote të çrregullt. Ditët e kalonin njëra pas tjetrës dhe rutina jon vazhdonte. Por një natë diçka ndryshoi. Ndërsa po ktheheshim nga një udhëtim i gjatë, Ledioni u ndal përballë shtëpisë time dhe tha diçka që nuk e prisja. Nuk ishin fjalë të zakonshme, por një frazë që më bëri të ndjeja një kombinim të çuditshëm ndjesish, frikë, kurreshti dhe një farë drite të paqartë që dishte thellë brenda meje. Ai tha: "Ka diçka këtu që ti nuk e sheh, por unë e ndjej." Pas asaj nate, diçka u ndryshua në mënyrën se si e shikoja jetën dhe rutinën time. Fjalët e Ledionit qëndronin në mendjen time si një jehane heshtur, duke u përhapur ngadalë në çdo moment të ditës. Nuk ishin fjalë që kërkonin shpjegim, por fjalë që të shtynin të mendosh, të ndjesh, të vështronte çdo gjë me një sy tjetër. Ditët vazhdonin me ritmin e zakonshëm, zyrë takime e më pas makina që më priste për t'u kthyer në shtëpi. Por tashmë, çdo kthim nuk ishte thjesht një kthim në shtëpi. Ai ishte një udhëtim përtej qytetit, përtej rutinës, një përzierje mes realitetit dhe një ndjenje të pazakontë që nuk mund ta shpjegoje me fjalë. Ledioni ishte gjithmonë aty i qetë, duke ngar makinën me një kujdes të dukshëm, dhe ndonjëherë duke shikuar në pasqyrë si të provonte të lexonte mendimet e mia. Një ditë të ftohtë marsi, vendosa të ndërmerrja një udhëtim të gjatë drejt qytetit të Korçës. Shkaku ishte një takim i rëndësishëm për një projekt investimi që kisha nisur disa muaj më parë, por që deri tani kishte mbetur i paqartë për shkak të komplikimeve administrative dhe pasigurive financiare. Udhëtimi ishte i gjatë dhe i vështirë,
rrugët malore ishin të ngushta dhe shpesh me kthesa të rrezikshme. Por Ledioni, i cili këtë herë ishte vetëm 2 vjet më i ri se unë, tregoi aftësi të jashtëzakonshme në ngarje, duke balancuar makinën me një kujdes që shpesh më bënte të ndjehesha i sigurt në një situatë që dikush tjetër do ta kishte konsideruar të rrezikshme. Gjatë rrugës, mendimet e mia u zhvendosën tek jeta e tij. Nuk e dija asgjë për Ledionin përveç vendlindjes dhe moshës së tij. Por ndonjëherë, në heshtjen e gjatë të makinës, unë imagjinoja se çfarë historia mund të fshihej pas syve të tij. Ndoshta ai kishte kaluar ngjarje të vështira gjatë fëmijërisë, ndoshta kishte ëndra që askush nuk i dinte, ndoshta kishte humbje që e kishin formuar në mënyrën e qetë dhe të matur që tregonte sot. Një pjesë e imja admironte këtë forcë të heshtur, një pjesë tjetër e zilishte, sepse asnjëherë nuk mund ta kuptoja plotësisht. Kur mbërritëm në Korçë, qyteti dukej më i qetë se sa Tirana, por kishte një mënyrë të veçantë ndriçimi që e bënte gjithçka të dukej ngadalt, pothuajse e gjatë. Njerëzit ecte me një ritëm më të ngadalt, dritat e rrugëve ishin më të buta dhe ajri kishte një freski që të kujtonte malet përreth. Takimi u zhvillua në një hotel të vogël në qendër të qytetit, dhe ndonse biznesi ishte i rëndësishëm, mendja ime shpesh kthehej tek udhëtimi i kthimit dhe heshtja e Ledionit gjatë rrugës. Pas takimit, duke u kthyer për në Tiranë, u ndjeva i lodhur por edhe i zgjuar në një mënyrë që nuk mund ta shpjegoja. Ledioni nuk foli gjatë gjithë rrugës, por her pas here hete një sy në pasqyrë dhe buzë qeshtë lehtë. Nuk ishte një buzëqeshje e zakonshme, ishte si një mesazh i heshtur, një kujtesë se gjithçka që po ndodhte kishte një kuptim më të thellë, edhe nëse unë ende nuk mund ta kuptoja. Pas këtij udhëtimi, vendosa të udhëtoj më shpesh jashtë qytetit, në vende që nuk i kisha vizituar kurrë më parë, Pogradec, Gjirokastër, Berat. Çdo qytet kishte karakterin e tij unik, historinë dhe njerëzit e vet, por gjithmonë Ledioni ishte aty, duke ngarkuar një ndjenjë të qetë dhe të pandryshueshme të sigurisë dhe pranisë. Një nga netët më të çuditshme erdhi kur vendosa të qëndroja në një vilë buz detit të Jonit, në Himar. Ishte një vend i bukur, por larg qytetit dhe komunikimit të zakonshëm. Ledioni nuk e dinte shumë për vendin, por e drejtonte makinën me një siguri që e bënte çdo kthes të duket normale, edhe kur rruga ishte ngushtë dhe e rrezikshme. Kur mbërritëm, vilat dhe dritat e paktë të qytetit krijonin një atmosferë magjike, pothuajse të jashtëtoksore. Atë natë, ndërsa u ulem për të pirë kafe, ai më tha diçka që ndryshoi perceptimin tim për të gjithë rutinën e përditshme. Nuk është vetëm kjo kafe apo rrugë që udhëtojmë. Është mënyra si ti shikon botën që po ndryshon. Ti nuk e di akoma, por po ndryshon çdo gjë. Fjala e tij nuk ishte e zakonshme, ajo nuk kishte nevojë për shpjegim. Ajo thjesht u zhyt në mendjet e mia dhe aty shndroi, duke u përhapur në çdo aspekt të jetës sime. Duke u kthyer në Tiranë, ndjeva një farë ndjesje të çuditshme. Ishte sikur diçka në rutinën time, në mënyrën se si unë shikoja botën, po transformohej gradualisht, një ndryshim që nuk mund ta kontrolloja dot, por që nuk doja as ta kontrolloja. Nga ajo natë, kafeja e zakonshme u bë më shumë se një ritual. Ajo u shndërrua në një dialog të heshtur midis dy njerëzve që ndoshta nuk e kuptonin plotësisht njëri tjetrin, por që ndanin një farë të vërtetë të heshtur dhe të fuqishme. Çdo natë që Ledioni kalonte përpara shtëpisë time dhe e merrte kafen, unë ndjehesha më i lidhur me botën rreth meje, edhe pse nuk mund të shpjegoja pse, pas eksperiencës së Himarës, një ndjenjë e re kurreshti e filloi të më mbushte shpirtin. Nuk ishte vetëm curiositet për vendet që vizitoja, por një lloj ndjenje për atë që ndodhte mes nesh dhe rutinës sonë të heshtur. Ledioni tani ishte pjesë integrale e çdo udhëtimi, dhe mënyra se si e drejtonte makinën, si organizonte rrugët dhe si parashikonte çdo kthes të mundshme, e bënte të duket se çdo udhëtim ishte një ritual i mbushur me domethënie. Një mëngjes të ftohtë prill, vendosa të nisesha për në qytetin e Shkodrës. Kjo herë, udhëtimi nuk kishte të bënte me punë apo takime, por me dëshirën për të parë një pjesë tjetër të Shqipërisë që nuk kisha vizituar kurrë. Ledioni nuk dinte shumë për destinacionin, por kjo nuk e pengonte, ai e priste çdo udhëtim me një qetësi që duket se nuk mund të thyhej nga asnjë sfidë. Gjatë rrugës, ndjeva një farë ndjenje izolimi të thellë. Malet e veriut shtriheshin përpara nesh si një gardh i fuqishëm dhe i heshtur, ndërsa lumi drinj shkëlqente në rrezet e diellit që përpiqeshin të depërtonin mes rreve të dendura. Ndërsa kalonin fshatra të vegjël, pash fytyrat e njerëzve që punonin tokën ose që ecten ngadalë në rrugë. Disa prej tyre më shikonin me kuriozitet, të tjerë nuk e kundërshtonin vështrimin tim. Një ndjesje e veçantë përshkoi shpirtin tim, ishte një përzierje mes dashurisë për vendin, nostalgjisë për gjërat që ishin dhe një kurreshtje për atë që nuk e dija ende. Gjatë kthimit, ndeshëm një djalë të ri që kishte nevojë për ndihmë me makinën e tij të prishur. Ai quhej Erion Malaj, një 23 vjeçar nga fshati Koman. Ledioni ndaloi pa hezitim dhe e ndihmoi të rregullonte problemin. Nuk kishte asnjë bisedë të gjatë, vetëm një ndihmë praktike dhe një shkëmbim të heshtë mirësie.
Por kjo përvojë më bëri të kuptoj se si çdo udhëtim, çdo takim i rastësishëm, kishte një mënyrë të heshtur për të ndryshuar perceptimin e jetës. Disa ditë më vonë, vendosa të udhëtoja për në Berat. Kjo herë, nuk ishte vetëm për të parë qytetin e vjetër, por për të kuptuar më shumë për historinë dhe traditat e Shqipërisë. Në rrugën për atje, kaluam përmes maleve të thepisura, lumenjve të kristalit dhe fushave që dukej se nuk kishin fund. Ledioni, gjithmonë i vëmendshëm, drejtonte makinën me një kujdes që dukej i natyrshëm, sikur çdo kthes dhe çdo pengesë ishte pjesë e një baleti të përgatitur paraprakisht. Gjatë ndalesës në një fshat të vogël për të marrë kafe, ndeshëm një grua të moshuar, Valbona Sula, e cila po gatuante me duar të shpejta dhe të sigurt. Ajo na shikoi me një respekt të veçantë dhe në mënyrë të heshtur më tregoi disa nga historitë e familjes së saj. Ndërsa dëgjoja, ndjeva se çdo udhëtim kishte një dimension më të thellë, jo vetëm rrugën dhe qytetin, por historitë e njerëzve që i bënin këto vende të veçanta. Kur u kthyem në Tiranë, një ndjesje e pazakontë qetësie më mbushi shpirtin. Ishte një ndjesi që nuk vinte nga veprimtaria apo nga vendi ku isha, por nga mënyra se si çdo gjë kishte marrë një kuptim më të gjerë. Ledioni, në heshtjen e tij karakteristike, dukej se ndjente këtë ndjesi po aq sa unë. Dhe në këtë heshtje, çdo udhëtim, çdo kafene që ndanim, çdo rrugë që kalonim, filloi të kishte një kuptim të ri. Një muaj më vonë, ndërsa udhëtonim për në qytetin e Fierit, takova një grup të rinj që po punonin në një projekt lokal për rinovimin e parkut qytetar. Një djalë, Albion Hoxha, afrohet dhe falenderoi Ledionin për ndihmën që kishte dhënë në rrugë. Ishte diçka e vogël, por më bëri të kuptoja se çdo veprim, madje edhe më i heshturi, kishte ndikim në jetën e njerëzve që nuk e kuptonin menjëherë. Pas këtij udhëtimi, kuptova se rutina jon me Ledionin nuk ishte thjesht një shërbim transporti. Ishte një rrjet i heshtur lidhjesh, një bashkëveprim i heshtur midis njerëzve dhe vendeve, një mënyrë për të parë botën në një dritë tjetër. Kafeja e natës nuk ishte më thjesht kafe, ishte një simbol i këtij rrjeti të heshtur dhe të fuqishëm që po ndërtohej pa fjalë. Pas eksperiencave të shumta në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, ndjeva se rutina jon po merrte një dimension të pazakontë. Ledioni tani nuk ishte vetëm shofer, ai ishte pjesë e jetës sime, një shoqërues i heshtur që më tregonte mënyra të reja për të parë botën. Çdo rrugë, çdo kthes, çdo dritë e qytetit kishte një kuptim të fshehtë, dhe unë fillova të kuptoja se sa pak e dim ne për ndikimin që veprimet tona kanë mbi njerëzit e tjerë. Një mëngjes të freskët maj, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Sarandës. Kjo herë, udhëtimi nuk ishte vetëm për të parë qytetin e bukur bregdetar, por edhe për të kuptuar se si historia dhe kultura e këtij vendi lidhen me jetët e njerëzve. Ledioni, si gjithmonë, ishte i qetë dhe i vëmendshëm. Ai dinte çdo rrugë, çdo kthes të mundshme, dhe këtë herë, ndoshta për herë të parë, duke se ndjej nga zëllëra nga bukuria e detit dhe natyra që shtrihej përpara nesh. Gjatë rrugës, ndalëm për të marrë kafe në një fshat të vogël buz rrugës. Një grua e moshuar, Elda Leka, po shikonte nga dera e shtëpisë së saj. Ajo na përshëndeti me një buzëqeshje të ngrohtë dhe na ofroi disa ëmbëlsira tradicionale. Ndërsa po shikonim, kuptova se çdo takim i vogël kishte një peshë të madhe, njerëzit që takonim, edhe në heshtje, na shfaqnin një pjesë të botës së tyre, dhe ne e merrnim atë si një dhuratë pa fjalë. Kur mbërritëm në Sarandë, qyteti dukej më i gjallë se sa ndonjëherë. Dritat e pallateve reflektuan mbi ujërat e detit, dhe aroma e detit përzihej me aromën e kafeneve të hapura gjatë gjithë vijës bregdetare. Një djalë i ri, Artur Shkodra, afrohet për të na ofruar informacion mbi vendet që ia vlente të vizitonim. Ai fliste me një pasion të dukshëm për qytetin dhe historinë e tij, dhe ndjeva se kjo energji e rinisë ishte një kontrast i fuqishëm me heshtjen e qëndrueshme të Ledionit. Pas disa ditësh në Sarandë, u kthyem në Tiranë. Kthimi ishte i gjatë dhe i heshtur, por këtë herë, një ndjesje e çuditshme filloi të përhapej brenda meje. Ledioni, në heshtjen e tij karakteristike, filloi të fliste më shpesh gjatë rrugës, por fjalët e tij nuk ishin të zakonshme, ato ishin të ngarkuara me mendime dhe nuanca që të shtynin të reflektosh për jetën dhe vendet që vizitonim. Një natë, ai tha: "Duket sikur çdo vend që vizitojmë, çdo person që takojmë, po na tregon diçka që nuk e kemi kuptuar ende. Por unë e ndjej atë, dhe ti gjithashtu do ta ndjesh së shpejti." Kjo frazë më mbeti në mendje gjatë gjithë natës. Nuk e kuptoja menjëherë se çfarë donte të thoshte, por ndjenja që më pushtoi ishte e qartë, diçka po ndodhte dhe nuk mund të kalohej pa u kuptuar. Pas disa javësh, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Gjirokastrës, një vend i mbushur me histori dhe legjenda. Rrugët e kaldrëmuara, shtëpitë e gurta dhe natyra malore krijonin një atmosferë misterioze. Në këtë udhëtim, takuam një vajzë të re, Klea Marku, e cila punonte si guide turistike. Ajo ishte e njohur për njohuritë e saj të thella për historinë e qytetit dhe tregimet e fshatrave përreth.
Çdo gjë që na tregonte ishte një pjesë e mozaikut të kulturës dhe historisë që ne shpesh nuk e kuptojmë, por që ndikon në mënyrë të heshtur në jetën tona. Ledioni gjatë gjithë kohës nuk ndërhynte në biseda, por dukej se ndjehej i lidhur me gjithçka. Ai kishte një mënyrë të veçantë për të lexuar situata dhe njerëz, dhe ndonjëherë dukej se kuptonte më shumë se unë vetë. Kjo heshtje aktive ishte ajo që e bëri çdo udhëtim të ndjehej si një përvojë unike, një eksperiencë që ndryshonte mënyrën se si shikoja botën dhe njerëzit rreth meje. Kur u kthyem në Tiranë nga Gjirokastra, një ndjesi e pazakontë u përhap brenda meje. Ishte ndjenja që nuk vinte nga vendi, por nga mënyra se si çdo udhëtim, çdo personazh i ri dhe çdo përvojë e vogël kishte ndikuar në perceptimin tim. Kafeja e natës me Ledionin nuk ishte më thjesht një ritual, ajo ishte një portë për të kuptuar lidhjet e fshehura mes njerëzve, vendeve dhe kohës. Pas kthimit nga Gjirokastra, diçka brenda meje po ndryshonte ngadalë. Nuk ishte vetëm ndjenja e bukurisë së qyteteve apo natyrës shqiptare, ishte një ndjesi më e thellë, një perceptim i heshtur që po formohej nga çdo udhëtim, çdo personazh i ri që takonim dhe çdo kthes që bënim në rrugët e vjetra e të reja të vendit tonë. Ledioni ishte pjesë integrale e këtij perceptimi. Ai nuk fliste shumë, por çdo heshtje e tij kishte një peshë. Çdo shikim i tij në pasqyrë, çdo manovër e vogël në makinë, më bënte të ndjeja se diçka po ndryshonte dhe që unë nuk isha ende gati ta kuptoja plotësisht. Një mëngjes të qershorit, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Kukësit, një destinacion që nuk e kisha vizituar kurrë. Rrugët malore ishin të ngushta, lumenjt dhe digat ishin të qetë, por natyra kishte një forcë të heshtur që mbushte shpirtin me një farë madhështie dhe një farë frike të lehtë. Gjallë rrugës, dalëm në një fshat të vogël për të marrë ushqim dhe kafe. Një burr i moshuar, Gentian Deda, afrohet dhe na tregon disa nga historitë e fshatit të tij. Ai kishte një mënyrë të veçantë të rrëfimit, me heshtje të ndërthurura me fjalë, që më bëri të ndjeja se çdo vend kishte misteret e veta dhe se ne shpesh i kalojmë pa i kuptuar. Kur arritëm në Kukës, qyteti dukej më i heshtur se sa prisja. Dritat e rrugëve ishin të pakta, era malore përhapej e ftohtë dhe secili hap që bëja më dukej si një udhëtim i ri brenda vetes. Një vajzë e re, Oriana Tola, na udhëhoqi nëpër qytet dhe tregoi për vendet historike dhe legjendat lokale. Ajo kishte një energji të veçantë, por gjithashtu një ndjesi të fshehur të trishtimit që më bëri të kuptoja se çdo vend dhe çdo person kishte një histori që ndikonte në mënyrë të heshtur në jetët e të tjerëve. Ndërsa ktheheshim në Tiranë, diçka e çuditshme ndodhi. Ledioni ndaloi makinën përballë një rrugice të ngushtë në periferi të qytetit dhe tha: "Kjo është një nga ato vende që fshihen në heshtje. Njerëzit harrojnë, por ato ndodhin gjithmonë këtu." Fjalët e tij nuk ishin të zakonshme. Nuk kishte nevojë për shpjegime. Një ndjesi e çuditshme u përhap brenda meje, ishte një përzierje mes kurështisë dhe frikës, një ndjesi që më shtynte të kuptoja se rutina jon me kafen dhe udhëtimet nuk ishin thjesht për të kaluar kohën. Ato kishin një kuptim më të thellë, një kuptim që nuk mund ta shpjegoje dot, por që mund ta ndjeje. Një javë më vonë, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Pukës. Rrugët malore ishin të thyer, por bukuria e peizazheve ishte e papërsëritshme. Një burr i ri, Krashnik Gashi, na tregoi për traditat e fshatit të tij dhe për mënyrën se si jeta në male ndryshon krahasuar me qytetin. Ai foli për heshtjen e maleve, për ngjarjet që ndodhin larg syve të tjerëve dhe për rëndësinë e vëmendjes ndaj çdo detaji të vogël. Ndjeva se çdo udhëtim po më mësonte diçka që nuk mund ta mësosh në qytet dhe që nuk kishte të bënte vetëm me vendin, por edhe me njerëzit që takonim. Pas kthimin nga Puka, rutina jon ndryshoi disi. Ledioni tani fliste më shpesh gjatë rrugës, por fjalët e tij ishin të heshtura dhe të ngarkuara me nuanca të fshehta. Ai nuk thoshte gjëra të zakonshme, ai fliste për gjërat që ndodhin pas pamjeve të dukshme, për ato që njerëzit harrojnë dhe që ndodhin gjithmonë, pavarësisht se kush po i sheh. Një natë, ndërsa ktheheshim në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë, ai ndaloi përballë shtëpisë time dhe tha: "Ishte koha që ta shikoje gjithçka me sy tjetër. Nuk është vetëm rutina, nuk është vetëm kafeja, ka diçka që gjithmonë ka qenë këtu, por vetëm disa e ndjejnë." Fjalët e tij më goditën në mënyrë të papritur. Nuk ishte një kërcenim, nuk ishte një paralajmërim, por një njohje e heshtur e asaj që kisha ndier pa e kuptuar. Diçka po ndryshonte, dhe kjo ndryshim nuk kishte të bënte me vendet, por me mënyrën se si unë e perceptoja botën dhe njerëzit rreth meje, pas ndjesisë së çuditshme të natës kur Ledioni ndaloi përballë shtëpisë sime dhe tha: "Ishte koha që ta shikoje gjithçka me sy tjetër. Nuk është vetëm rutina, nuk është vetëm kafeja, ka diçka që gjithmonë ka qenë këtu, por vetëm disa e ndjejnë." Gjithçka filloi të merrte një tjetër dimension. Nuk ishte vetëm rutina apo udhëtimet që bënim, ishte një lloj lidhje midis vendeve, njerëzve dhe asaj heshtjeje që shpesh shoqëron çdo veprim të vogël. Një mëngjes të korrikut, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Malësisë së Madhe, një zonë që nuk kisha vizituar kurrë më parë.
Rrugët malore ishin të ngushta dhe të rrezikshme, por bukuria e natyrës ishte e papërshkruar. Ndalesa e parë ishte një fshat i vogël ku jetonte një burr i moshuar, Arlin Dervishi, i cili kishte njohuri të thella për historinë e zonës dhe legjendat lokale. Ai rrëfeu për ngjarje që ndodhin larg syve të tjerëve, për misteret e fshehura të maleve dhe për mënyrën se si çdo gjë ndikon në jetët e njerëzve pa u vënë re. Ledioni ishte i heshtur gjatë gjithë kohës, por ndjeva një farë tensioni në prezencën e tij. Ai duke sikur e dinte diçka që unë nuk e kuptoja ende. Ndërsa vazhdonim rrugën, dalëm për të marrë ujë në një burim të ftohtë malor dhe një vajzë e re, Blerina Kola, na ofroi ndihmë. Ajo na tregoi për traditat e fshatit të saj dhe për disa ngjarje të çuditshme që ndodhnin herë pas here, gjëra që njerëzit zakonisht i harronin ose nuk flisnin për to. Gjatë kthimit për në qytet, ndjeva një tension të çuditshëm. Nuk ishte frikë, por një ndjenjë që po ngrihej gradualisht në shpirt, diçka po ndodhte, diçka që lidhej me heshtjen dhe kafen që shpesh ndanim me Ledionin. Çdo fjalë, çdo shikim, çdo kthes në rrugë duket se kishte një rëndësi të fshehur. Në fund të gushtit, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Vaut të Dejës. Kjo herë, qëllimi nuk ishte vetëm natyra ose udhëtimi, kishte diçka në lidhje me vendin që më tërhiqte pa e kuptuar plotësisht. Ndalesa e parë ishte një burr i moshuar, Faton Beqiri, i cili kishte jetuar gjithë jetën në këtë zonë dhe dinte shumë për misteret e fshehura të lumit dhe maleve përreth. Ai rrëfeu për ngjarje që ndodhnin në heshtje, për gjëra që njerëzit zakonisht nuk i shikonin dhe për mënyrën se si disa fenomene ndikojnë në jetën e përditshme pa u kuptuar. Ledioni, gjatë gjithë kohës, ishte i vëmendshëm dhe dukej se ndjej i lidhur me çdo detaj të vogël. Nuk fliste shumë, por ndjenja e tij e qartë për situatën më bënte të kuptoja se diçka e rëndësishme po ndodhte. Nuk mund ta shpjegoja, por ndjeja se rutina jon dhe kafeja që ndanim çdo natë ishin pjesë e një rrjeti më të madh, një rrjeti që përfshinte vendet, njerëzit dhe kohën. Një natë, ndërsa po ktheheshim në Tiranë, Ledioni ndaloi përballë një rrugice të vjetër në periferi dhe tha: "Kjo rrugë ka parë më shumë se sa mendon ti. Disa gjëra nuk ndryshojnë, por disa i ndjejmë vetëm ne." Fjalët e tij ishin të heshtura, por mbushur me peshë. Ndjeva një emocion të fortë dhe një farë frike të lehtë. Nuk e kuptoja ende se çfarë donte të thoshte, por ndjeva që çdo udhëtim, çdo kafene dhe çdo personazh që takonim kishte një rol në kuptimin e asaj që ndodhte. Pas kësaj nate, ndjeva një thirrje për të eksploruar më shumë. Nuk ishte thjesht kurështia për vendet, por diçka më e thellë, një lloj nevoje për të kuptuar misterin që Ledioni shpesh përmendte në heshtje. Një ndjesje e çuditshme që nuk mund ta shpjegoja dot më pushtoi shpirtin, ishte si një mesazh i heshtur që më thoshte se çdo gjë që kisha parë deri tani ishte vetëm fillimi, pas gjithë udhëtimeve, rrugëve të ndryshme, njerëzve të takuar dhe vendeve që kishin mbushur jetën time me ngjyra të reja dhe ndjesë të çuditshme, arrita të kuptoja se ajo që Ledioni shpesh përmendte nuk ishte thjesht një metaforë. Nuk ishte thjesht një frazë enigmatike. Ka diçka këtu që ti nuk e sheh, por unë e ndjej. Ishte një të vërtetë që shtrihej në heshtjen e çdo natë, në kafe që ndanim, në udhëtimet e gjata, në fytyrat e njerëzve që takonim dhe në vendet që vizitonim. Çdo gjë kishte një energji të fshehur, një rrjet të heshtur lidhjesh që shumica e njerëzve nuk e perceptonin. Një mbrëmje të vjeshtës, vendosa të udhëtoj për në qytetin e Shiakut, një vend që kishte diçka të pazakontë në vetvete. Ledioni ishte më i heshtur se zakonisht, por kishte një intensitet në shikimin e tij që më bëri të ndjeja se diçka e madhe po ndodhte. Rrugët e qytetit ishin të qeta, dritat e rrugëve të pakta dhe erërat e detit që shfrynin nga afër krijonin një atmosferë të veçantë, pothuajse magjike. Në Shiak, ndeshëm një burr të moshuar, Ilir Metaçi, i cili dukej si një figurë thjesht fshati, por që mbante në vete njohuri të thella për ngjarjet që ndodhin larg syve të tjerëve. Ai na tregoi për legjenda dhe misteret që lidhnin vendet dhe njerëzit në mënyra të panjohura. Çdo fjalë e tij dukej se përputhej me heshtjen dhe intuitën e Ledionit dhe ndjeva një farë tronditjeje. Ndjenja që Ledioni shpesh përmende ishte reale dhe e prekshme. Ndërsa rrugtonim përmes një mali të largët, takuam një vajzë të re, Aulona Dervishi, e cila kishte kaluar jetën duke studiuar misteret e natyrës dhe historinë e zonës. Ajo na tregoi për vendet ku ndodhin gjëra që pak njerëz i perceptojnë, për fenomene të pazakonta dhe lidhje të fshehta midis njerëzve dhe natyrës që zakonisht mbeten të padukshme. Ledioni dëgjoi çdo fjalë me një qetësi të jashtëzakonshme, dhe unë ndjeva se çdo gjë po përgatiste rrugën për diçka që do të kuptohej vetëm në një moment. Kur u kthyem në Tiranë atë natë, Ledioni ndaloi përballë shtëpisë sime. Ai shikoi drejt shtëpisë, pastaj drejt meje, dhe tha me një zë të qetë, por të ngarkuar me rëndësi: "Tani e sheh? Nuk ka të bëjë vetëm me kafen, nuk ka të bëjë vetëm me udhëtimet. Çdo gjë që kemi bërë së bashku, çdo person që kemi takuar, çdo rrugë që kemi kaluar, ka ndërtuar diçka që nuk mund ta shihem më parë. Tani e gati të ndjesh atë që gjithmonë kam ndier."
Në atë moment, diçka u ndje brenda meje, një ndërthurje të gjitha eksperiencave të njerëzve dhe vendeve që kisha vizituar. Ishte si një energji e padukshme, por e fuqishme, që lidhte çdo element të jetës sonë në një rrjet të heshtur. Nuk kishte frikë, por një qartësi që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me reflektime dhe një ndjesi të pazakonshësie. Nuk kishte nevojë për fjalë, gjithçka që kisha mësuar dhe përjetuar u shndërrua në një kuptim të brendshëm. Ledioni, i heshtur si gjithmonë, kishte qenë udhëheqësi i heshtur në këtë rrugëtim. Nuk kishte qenë thjesht shofer, kishte qenë një pjesë e domosdoshme e procesit që më kishte ndihmuar të kuptoja diçka që ishte më e madhe se unë, më e madhe se çdo udhëtim, më e madhe se çdo kafene e natës. Në fund, kuptova se ajo që Ledioni kishte ndjerë gjithmonë nuk ishte një sekret i vetëm, por një ndjesi që lidhte njerëzit, vendet dhe kohën në mënyra që shumica e njerëzve nuk i perceptojnë. Dhe kështu, çdo kafene, çdo udhëtim dhe çdo takim kishte pasur kuptim, jo vetëm si një pjesë e rutinës, por si një rrjet i fshehur i lidhjeve që krijojnë realitetin tonë të heshtur. Kur sheh në ana tjetër, çdo gjë ka një kuptim që nuk mund ta shohësh menjëherë, por ndonjëherë, vetëm ndonjë njeri si Ledioni mund ta ndiejë dhe ta tregojë në heshtje. Dhe atë natë, kur kaloj përpara shtëpisë sime, kuptova një të vërtetë të madhe, ajo që ndjejmë, që kuptojmë dhe që shohim është thjesht një pjesë e asaj që gjithmonë ka qenë aty, duke na pritur të jemi të gatshëm ta perceptojmë.